Finalizohet operacioni policor i koduar Porosia. Policia zbardh dhe dokumenton në kohë të shpejtë djegjen e qëllimshme të automjetit në pronësi të një punonjësi policie. Si pasojë e zjarrit, u përfshi nga flakët edhe një automjet tjetër. Identifikohet, kapet dhe ndalohet autori i dyshuar i zjarrvënies. Gjithashtu, është dokumentuar me prova ligjore dhe porositësi për djegjen e automjetit, i cili ndodhet me mas sigurie arrest në burg. Sekuestrohet në cilësinë e provës materiale automjeti me të cilin lëvizte autori i dyshuar. Si rezultati i veprimeve hetimore, intensive dhe profesionale, shërbimet e policisë bën të mundur identifikimin, kapjen dhe ndalimin e shtetasit AM, 39 vjeç, banues në Vlorë, person me precedent kriminal si autori i dyshuar i zjarrvënies. Nga hetimet rezulton se ky shtetas më datë 14/4/2026 ka djegur automjetin e markës Ford C-Max në pronësi të punonjësit të policisë DP. Si pasojë i përhapjes të flakëve, është përfshirë dhe është dëmtuar edhe një automjet tjetër i markës Mercedes-Benz në pronësi të shtetasit RK. Në vijim të veprimeve hetimore, është bërë identifikimi i porositësit të dyshuar të kësaj ngjarjeje, shtetasit LH, 35 vjeç, banues në Vlorë, i cili aktualisht ndodhet në masën e sigurisë arrest në burg. Nga hetimet paraprake dyshohet se kjo ngjarje ka lidhje me një operacion policor të datës 2/4/2026, gjatë të cilit shërbimet e forcës së posaçme Shqiponja, ndër të cilët ishte edhe punonjësi i policisë DP, kanë kapur në flagrancë shtetasin LH, pasi kishte thyer masën e sigurisë arrest në shtëpi, të caktuar nga gjykata për veprën penale, prodhimi dhe shitja e narkotikëve. Në bashkëpunim me prokurorinë, vijojnë veprimet hetimore për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale dhe për implikimin e personave të tjerë të mundshëm. Materialet procedurale u referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprën penale shkatërimi pronës me zjarr, kryer në bashkëpunim.